Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Baku me presidentin e Kenjes William Ruto në kuadër të forumit të 13 botror Urban. Vučić më parë u takua me zëvendëskryeministrin e qeverisë së Slovakisë Thomas Tarab dhe mbajti një fjalim në pjesën qendrore të forumit, i cili mbledh krerët e shteteve dhe qeverive. Forumi botror Urban do të zgjasë deri me 22 maj dhe do të mbledh më shumë se 41.000 pjesëmarrës nga 180 vende, përfshirë krerët e shteteve dhe qeverive, ministrat, kryetarët e komunave, udhëheqësit e bizneseve, akademik dhe përfaqësues të shoqërive civile. Në kuadër të takimit, presidenti Vučić pritet të zhvillojë një sër takimesh dhe bisedimesh me zyrtar të shumtë. Zëdhënësja Bashkimit Evropian Paula Pinho tha se presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një bisedë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi mbështetjen e saj për Serbinë në përparimin e drejt Bashkimit Evropian. Ajo tha në një konferencë për shtyp në Bruksel se von der Leyen dhe Vučić diskutuan gjithashtu samitin e ardhshëm për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbahet në qershor, gjendjen aktuale të reformave që lidhen me antarësimin e Bashkinë Evropiane dhe planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur Veljko Odalović tha për Kosova Online se Prishtina ende nuk dëshiron të verifikojë asnjë vendodhje të dyshuar për fshehjen e trupave të serbëve të zhdukur, si dhe për ushtrimin e presionit ndaj serbëve me aktakuza të sajuara dhe listat sekrete. Ai shton se vetë ai është cak i akuzave absurde se është përgjegjës për vrasjen e Femi Aganit, i cili, siç theksoi ai, përndryshe nga UÇK-ja, ishte një njeri që vazhdimisht mbështeste dialogun. Odalović theksoi se Prishtina i shpërfill të gjitha kërkesat nga pala serbe në lidhje me çështjen e të zhdukurve, sepse zgjidhja e fatit të tyre do të ishte një provë një sër krimësh të kryera kundër serbëve. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi, Daniela Nikolić, tha se në zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit, serbët duhet të qëndrojnë në një flamur të mbështetjes së listës serbe, e cila, siç theksoi ai, është e vetmja që përfaqëson interesat kombëtare serbe. Nikolić tha se në listën zgjedhore të listës serbe ka 25 kandidatë që kanë dëshmuar se janë luftëtarë të vërtet për popullin serb. Nikolić tha se në Prishtinë ka një krizë institucionale dhe shembje e sistemit, duke theksuar se vetëm disa muaj pas zgjedhjeve të rregullta po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas të dhënave paraprake të Komisionit Qendror Zgjedhor për votim në zgjedhjet e 7 qershorit, nga jashtë vendi janë pranuar 142.803 kërkesa për regjistrimin e votuesve përmes platformës elektronike dhe afati i aplikimit skadoi mbrëmje në mesnatë. Në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, procesi i votimit në diasporë do të mbahet para zgjedhjeve në Kosovë. Votimi me postë do të fillojë me 25 maj dhe do të zgjasë deri me 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të mbahet me 6 qershor. Për votimin e votimit me postë aktivizuan kuti postare në 23 vende të ndryshme në një kuti postare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja riktheu kontratën për shtypjen e fletëve të votimit, broshurave të kandidatëve, listat të votuesve kompani slovene CETIS. Kjo kompani bëri një gabim gjatë shtypjes së fletëve të votimit për zgjedhjet lokale të vitit 2025, por megjithatë ju besua shtypja e fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të dhjetorit. Vlera fillestare e kontratës për zgjedhjet e 7 qershorit ishte 418.012 euro, por pas kërkesës e Komisionit Qendror Zgjedhor u afrua një zbritje, kështu që çmimi përfundimtar i shtypjeve u ul në 342.000 euro. Vlerësohet se zgjedhjet e qershorit do të kushtojnë gjithsej 10 milion euro.
Psikologja e Donacona reagoi ndaj prezantimit të listës zgjedhore të lëvizjes vendosjen e Gjakov duke deklaruar se zgjedhjet e atij qyteti nuk ishte e rastishme. Ajo pretendon se Albin Kurti zgjodhi Gjakovën për fillimin e fushatës zgjedhore sepse ka frikë nga kandidati i Aleancës për Armërinë e Kosovës për kryeministri Ardian Gjini. Ajo e vlerësoi shumë Gjinin duke theksuar se pavarësisht luftës hibride, gjuhës së urrëties dhe sulmeve politike, ai arriti të fitojë një mandat të tretë në krye të kësaj komune. Moti nesër do të jetë me vranësirat e lehta deri mesatare me intervale me diell, ndërsa në jug dhe jugperëndim të Serbisë me më shumë vranësira dhe pasditet pritet shira dhe rreshe lokale me bobullima në disa vende. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 5 deri në 10, kurse më e larta nga 19 deri në 23 gradë Celsius.